Mbi 1000 familje në fshatin Grudere, rreth 3 kilometra larg qytetit të Shkodrës, e blejnë ujin e pishëm, disa utojnë 10 kilometra për të siguruar atë, ndërsa pak të tjerë kanë zgjidhur problemin përmes ujit të pusave. Uji, po të thonë, i vjen krye 2 ditë, që ka një 2-3 herë, tjetër s'ka nuk. Për familjet në Gru të Re, uji vjen me orare të caktuara, një herë në 4 apo 5 ditë. Këtu me fol flasin për këta, po asesa nuk bëjnë realitet. Këto e ka fajin atje të bashkia, vjen ka ora 11:30, 12 kur vjen, i herë në 4-5 ditë kur të mushet rezervari. Pjesa më e madhe e banorëve nuk kanë as ujë pusi, ata e kërkojnë tek fshinjët ujin për përdorim të përditshëm. Në përpusa kush të napin, bëllë në halla Grudare, për zotin bëllë premtime kanë dhone o gjo o ujë s'karda s'kurresan. Po, që kena me bëhë, mushim ujë në përpusa, ku munena. Po ujtë pishën e të në marrë me prej pusit. Unë bo me tru kokolin që e ka mush me ujë qesmjet, ashtë kajtë baltë. Tu i bari gjo një atyne që kanë pusa, a man me në dhanë ujë. Problemi i Grudës së Re është i njëjti për 27 vitesh, banorë që kërkojnë ujë për të plotësuar nevojat familjare dhe drejtues i instituciones që premtojnë vetëm gjatë fushatave elektorale. Tanë ke fshate mos me pas ujë, ty e di gjithmonë se këto kanë vujt për ujë edhe jena popull fukara tanë, e ujë është jeta me fjallë edhe. Pak javë më parë, problemi ujit të pishëm në fshatin Grudere u duk sikur mori zgjidhje. Kjo pasi prefekti Qarkut Shkodër angazhuar që të ndërhyjë për të lejuar shpërndarjen e ujit nga burimi i rrjollit në Majcinë e Madhe. As kjo nuk e ka zgjidhur problemin e madh të trashëguar në këtë zonë. Në një situatë të njëjtë sa i përket ujit të pishëm, janë edhe fshatrat Golem, Bardhaj dhe Bleran në njësinë administrative rrethina të Shkodrës.